E kemi një hadith të sakt, të cilën e transmeton Imam Hakimin Musnedekun e tij nga Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan çastet e fundit të Ademit alayhis salam në këtë dynja. Inna Adam lamma hadarahu al-maut qala li banihi ay bunay inni ashtahi min thimari al-janna fadhhabu yatlubuna lahu. Kur do thot i erdhi vdekja Ademit alayhis salam, ishte në shtrat i shtrir, që zakonisht na në familje kur kemi dikan pak ma plak, edhe fillon edhe smuët edhe shtrijet, zakonisht na shkon mendja se është tu përgatit për vdekje. Edhe kjo kjo është kur i erdhi vdekja, u përgatit, u bëhazër me prit vdekjen. I tha djemve të vet, Ademi alayhis salam, tha o bitë mi, ka marrë malli, edhe kjo është interesant, pite Ademi alayhis salam, e deri më sot shpesh herë njerëzve kur janë çtu pak si pa qef, i kanë do dëshira, i kanë do kërkesa. Kanë qef, domethënë diçka pak më specifike, çka lakmojnë ndonjëse. E i tha Ademi alayhis salam bive vet, o bitë mi, ka marrë malli në i fryt gjennetit me hangër. E ku ishin këta? Në dynjë. E djem normalisht deshën t'ja plotësojnë dëshirën, normalisht kjo me lejen e Allahut dhul xhelal dhe me ndihmën e tij, sepse pe në dynjë me shkon në xhenet, edhe pse sa kishin rrah ata pi xhenetit, mirë po përsëri është udhë që pa leje të Zotit nuk mund të bëhet. Djemt nga dashuria për babën dhe kujdesi për t'ja plotësuar dëshirat u nisën. Mirë po në udhë i takun me laqet. Dhe ata me laqen me vete kishin qefin dhe përgatitin e gjenazit. Me vete kishin edhe, do thot, kacia, kopacha, edhe mjetë, do më thonë, për punimit dheut. E i thanë me laqet të me djemve, kujni nis me shku? Thanë, qka do një? Thanë këto djemt e buna marit, babën e kemi të smund, do të edhe kërkoj diçka prej fryteve të gjennetit. E i thanë këto me laqet bive të Ademit alayhis salam, irgji'u, ktheuni prap, faqad qada abukum, babës tuaj i ka ardh e gjeli. Të më thonë, çka të japsh, s'ka mundësi më zgat ymri atij. Thot e u kthin bashkë me laqet. E shenë tash një moment shumë interesant. Po kthehen tash djemt e Ademit alayhis salam me laqet të shtëpia e babës. Kur i pa Hava alayhis salam te dera, i kuptoi se janë me laqe. Edhe më njerë shkoi shef mas burit vet Ademit alayhis salam. Iki, u tut. E kjo është tabiati grave. Domethënë, zakonisht gruja mshefët mas burit. Edhe burin e ka mburojen e parë. Edhe vazhdimisht sigurin e vet e ka të buri. E tani, çka ndodh? I thot Ademi alayhis salam, ilejke anni, o i grue, po largo mu be, pse? Fa inni innama utitu min qibelike, se as kujtohet pse na jemi këtu në dynjë. Te kur më patu gabu së më nale, e heshte, e të kishe reagu, kishe më konë ala në gjennet. E këtë deregje kam ardhë sebeb heshtjes tënde. Andaj, mos më shef mas mua se do thot nuk muj kur gjomet një mua, dhe pse muhabeti nuk ishte tajo. Fa khalli bejni wa bejnë melaeket e Rabbi azze wa gjell, mlem mua ballafaqohemi me laqet e Zotit tem. Edhe erdhën me laqet, ja morën shpirtin Ademit alayhis salam, wa ghassaluhu, ja lajtën gjenazën, wa kaffenuhu, e veshën me qefina, wa hannatuhu, ja parfimosën qefimin,
wa haffaru lahu, e bënën vorin, wa lahaduhu, dhe e bënën vorin laht. E dini çka është vori laht? Kjo është, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e bënën varin e Ademit në formën e lahdit, ja falën gjenazën, pastaj e shtinën në varr, e vendosën ati, pastaj e mbulon me dhej. Dhe pastaj thanë melaqet, ja bani Adem, o bitë Ademit, hadhihi sunnetukum, kjo është sunneti gjatë varrosjes së njerëzve. Pra, kështu do më thonë, prej atëherë, prej Adem a.s. është rregullu meselja e varimit të vdekurve. Edhe alhamdulillah, prej asaj kohe, para 1000 viteve, e gjerë më sot, vazhdohen të varrosen njerëzit në dhej. Pse? Sepse Allahu dhe që thot, thumma amatahu fa aqbara. Pastaj Allahu ja mori shpiritin njeriut dhe e shtini në varr.